Besoj që jemi gati, po marrë parasysh që kemi mungesa evidente të lojtarëve të cilët janë lojtarë kvalitativë dhe lojtarë që janë jashtëzakonisht rëndësishëm për prestacionin e Kosovës, mirë po ato mungesa kanë disa arsye objektive dhe subjektive të cilat duhet t'i pranojmë dhe arsyet për të cilët lojtarët ndoshta kanë pas arsye objektive që nuk kanë ardhur. Mirë, por në të ardhmen duhet të fokusohemi më shumë që të jetë në një farë mënyre obligative që të vihet në përfaqësuesit e Kosovës, sepse ju e dini që përfaqësuesit e Kosovës nëse nuk i ka 2-3 lojtarë të cilët të ngvaret loja aty ka probleme të mëdha në ekzekutimin e të gjitha atyne planeve të cilat i ka prezentu stafi teknik në lojë. Normalisht çdo lojë është botë në veti, çdo lojë është e vështirë, po posaçërisht kur bëhet me përfaqësuese. Edhe Shqipëria ka basketbol nuk mund t'i krahasojmë ligat të cilat luajnë në Kosovë në Shqipëri, po ju e dini që këto pjesa dërmuese janë lojtarë të huaj, kurse në Shqipëri edhe ata kanë të realizu një lojtar, kështu që pritet lojë e mirë, një lojë e nivelit të lartë dhe ne do japim çdo gjë për veti që të nxjerrim me pilok pozitiv prej asaj ndeshje. Normal, na e kena mirë me fitu çdo lojë, edhe pse kualifikimi është pak interesant për shkak se mundem u kualifikuar për vendin e dytë, po varet prej kush dallimit, po jena atu përgatit maksimum edhe me jap më të mirën këto dy ndeshje që kena. Besoj që nëse poshtë Çinin atëherë pak më varet çka bëjmë lojën me Slovakinë edhe çka bëjnë grupe tjera, është pak interesant me kush dallim. Vendi i dytë më i mirë i grupit mundet mu asi, po na duhet më shumë me fitu krejt lojë. Po edhe kundër Shqipnisë edhe kundër Slovakisë na hina me mentalitet njëjtë, na hina me fitu, kështu që kena me jep maksimumin të gjithë, besoj që për kroja Dardanëve ka me konë shumë me madhe këtu në Prizren dhe do t'ja rrina qëllimit. Por nuk hina të bu kalkulime, hina një lojë mas një loje, kështu që hina 2 lojtë mi fitu.